në sektorin privat, tregu i punës e rregullon vetveten mirë, po sektori privat duhet mbështetet më shumë me politika më të qarta. E jo të ketë për shembull sidomos në këto 2 vitet e fundit, përpas faktorët e jashtëm kanë ndikuar faktorët e brendshëm, mos formimi i institucionit vitin e kaluar. Zëreja është rregullatori që i raporton Kuvendit Kosovës. Në vitin e kaluar s'ka pas as parlament, nuk ka pas as qeveri. Edhe s'ka pas as një raport. S'ka pas raport, s'ka pas mbikëqyrës, edhe ka disa herë e ka rritë çmimin e energjisë elektrike prej qershor 16.1%, edhe në momentin kur e ka ngritur çmimin e energjisë elektrike, zinxhiri furnizos gjitha produktet në rreth mënyrë të pakontrolluar. Automatikisht. Gjithashtu edhe në janar 42% çmimi i huajit është si pasojë e çmimit të energjisë elektrike. Po. Prandaj bizneset shfrytëzojnë se edhe s'ka kanë kontrolluar. Që të rritë në mënyrë të pakontrolluar është rreth kosto jetës, domethënë faktorët e mbrapsht. Në kohë të fundit ka ndikuar edhe çmimi i derivatëve. Naftës, për shembull benzinës që ka ndikuar, plus që ka ngritur çmimin e gjitha produkte elementare bazike, që ka ndikuar rritja e inflacionit, rritja e çmimeve në mënyrë pa kontrolluar, edhe në momentin ku të ngritën çmimet, për shembull nëse sipas teorive apo sipas një formule për llogaritë, nëse rritën 10% çmimet, produkte elementare bazike, dikon 6-7% fuqia blesh e bjen, sipas një mesatore. Tek ne vazhdimisht çdo muaj ka rritje të inflacionit. Ndërsa pagat. Kur më na rritë edhe paga që çdo çdo muaj kishte pas punë të okay. Po, okay. Ose pensionet. Me njek. Është një problem unë dje, më fal, po të ndërprej. Jo, është. Po, është një problem unë dje posh një ish gazetar të Radio Televizionit të Kosovës, Radio Prishtinës në atë kohë. Po, e pam të gjithë. 48 vite punëtor i Radio Prishtinës, edhe 120 euro penzion. Po, është të mëshme. Normal me një që s'ka punuar njëherë, domethënë me krahasu. E dhimbshme. Po. Lirik Zona, sipas teje, po prekën më shumë të rinj? Prekur jemi të gjithë, por më shumë është rinia që po prekën,